Më vjen keq ta përmend, po thuaj në kohë që punonim ne, nafta është si gjaku në trupin e njeriut. Dhe nuk e thot ka thënë vetëm pushteti popullor, por edhe të huajt e kanë përmendur. Është lëndë strategjike. Bankersi, lëndën tonë strategjike, gjakun që qarkullon në trupin e shqiptarëve, çfarë bën me të? Domethënë sepse ka dhe një gjë që ata paguajnë për këtë që marrin. Natyrisht, po nuk paguajnë atë që duhet paguajnë, sepse ata mashtrojnë me aktivitetin e tyre, bëjnë, domethënë blerje që nuk u takon të bëjnë, nuk i ndjek njeri, dhe përfundimisht nga gjitha ajo naftë që shfrytëzohet, Erion Braçe, një deputet i të majtës në parlament, ka evidentuar miliardat që janë fituar nga Patos Marinza dhe që shkojnë të tëra jashtë. Natyrisht përpunohen. Për Patos Marinzën, me që erdhi fjala, 3 kompani mbizotrojnë mbi atë. Është kompania kanadeze, ka 31%, ka pasur 31%, një kompani amerikane, nuk po them njerëzit që janë pas tyre, dhe një kompani britanike. Pastaj ka dhe një 10%, jo Franca, jo Çekia, jo kështu, ka pasur të paktën. Tani e ka marrë kinezi, po tërë kjo naftë shkon edhe përpunohet. Ne kishim uzinën e Ballshit, të përsosur, me teknologji që domethënë mundet të rigjenerohej, dhe u bë skrap. Po kush e bëri skrap? Sepse ndonjëherë nuk mund të flasim përgjithësi. Kush e bëri skrap Ballshin? Vendimet e qeverisë. Unë nuk them dot emër. Nuk e kam lexuar vendimin. Po skrap u fillua nga qeveria domethënë përfundimi skrap. Filloi me qeverinë të djathtës dhe përfundoi u bë skrap tamam edhe u shit me vendimet e të djathtës. Shikoni, më vjen keq se po do ta diskutojmë edhe shpiragun, se është i rëndësishëm. Ne jemi të shqetësuar shumë, ne naftëtarët, dhe jo vetëm ne, por për tëra edhe Kromi, edhe Kosova, po kështu, me energjinë edhe me... Ne kemi bërë një konferencë në Prishtinë për t'ja vendosur, për t'ja dhënë si program qeverive tona, qoftë andeja, qoftë këteja, kemi botuar dhe një libër, unë e kam shpërndar atë libër në të tërë bibliotekat këtu, edhe shpërndar, po thuaj edhe në tërë vëndet, dhe vendosja e turizmit në vend të parë të strategjisë së zhvillimit të vendit nuk është për këtë vend. Është sepse... Atëre, se ne po bëjmë shumë kalime, nga ndej të ndej, dhe po qëndruam në një vend, na ikëm vëmendja e dëgjuesit. Flasim për atë që di më mirë që është nafta, dhe flasim për atë që është bërë shqetësimi i përgjithshëm shpiragu. Çfarë ndodhi te shpiragu? Nafta, domethënë, nafta që kemi zbuluar ne, thash duke i rënë murit me kokë, me kuptimin figurativ, kalon jashtë e tëra. Dhe shteti... Ikën jashtë. Ne çfarë nafte përdorim ne këtu brenda? Naftë bler. Të bler. Po, tashti edhe dihet që çmimet e naftës të ne janë të larta, sepse shteti, administrata shtetërore, nga ajo naftë që merr nga jashtë, përfiton nga dogana, përfiton nga taksat që i bën. Dhe është dukur me lehtë kjo. Po ju duhet ta dini, nafta ka pasur rreth 30.000 punonjës. Dhe në rrethet që i dini, Patosi, Kuçova, Vlora, Emerat, Fieri e tjerë, ka pas Saranda, domethënë Lushnja po, dhe secila nga familjet 3-4 vet, 5 vet janë ushqyer me të. Tashti ata janë bërë shpërndar sepse nuk punojnë. Nuk punojnë dot. Edhe kjo ka sjellë edhe largimin jashtë, edhe mbyllja e vendeve të punës, domethënë me naftën. Absolutisht, po janë të lidhura. Shkollat mezi s'ka kuptim të kesh shkollë për inxhinieri nafte, kur ti nuk përdor naftën tënde. Ne na vjen keq, domethënë. Kjo është situata dhe nuk e dim, është një politikë dhe një strategji. Akademia e Shkencave ka bërë një studim për herë të parë.
kartë e gjelbëre, ka quajtur dhe aty bëhen rekomandime, analizohet gjendja e ekonomisë dhe bëhen rekomandime se si mund të kalohet kjo situatë dhe çfarë duhet bërë konkretisht. Se përdor një fare. Në strategjinë e zhvillimit ekonomik të vendit për vitet 2015-2030, për naftën ka vetëm 3-4 jeshta. Po mirë, atëherë, se nafta. Nafta ka bën çan bllokadën e tjera. Problemi është që kjo kompani në 2025, që i ka gjitha mundësit, s'të nxori naftiku, mos ndoshta dhe ne po ndërrojmë pak me sy hapur? Po, pyetja juaj që ndron, dakord. Po jo, nuk është ashtu. Nafta çan bllokadën me tërë kuptimin e fjalës, punëson njerëz, edhe rrit mirëqenin për shkak të valutës që sigurohet me të. Shikoni, unë do të them disa shifra që i ka marrë, si thua, nuk janë specialitetit tim, po uzinë e Ballshit prodhonte deri 20-25. Kryeministri, se si e tha, nuk e di, po tha nafta tonë është bituminoza. Edhe nuk vetëm për bitum shërben, s'është e vërtet. Ajo uzinë e Ballshit prodhonte rreth 20-25 produkte, nga cilat një pjesë e mirë e tyre kalonte jashtë, edhe blihej, përveç bitumit. Kështu që nuk e di se si ndodhi që nuk gjeti një këshilltar, të themi, apo të dëgjonte Akademinë për vërejtjet e rekomandimet dhe saj. Na duket një, mos e kalojmë probleme tjera, po më duket është parlamenti që duhet marrë vendime për disa gjëra, jo se cili me kokë vetë. Atëherë, rikthehemi te Sjepuri 6. Po. Sjepuri 6, puna për kërkimin në Sjepur, në tërë atë zonë, ka filluar që nga viti 63. Ju keni punuar ndonjëherë atje? Jo, nuk kam punuar, unë kam pasur fatin të jem antar e Këshillit Shkencor, që nga viti 71 dhe deri në vitin 93, edhe kur isha pedagog në fakultet, dhe e njoh situatën mirë. Nuk mund të merret çdo gjeolog me të gjitha ato. Unë jam marrë me tërë vendburimet e reja, përveç Patos Marinzës edhe Ballshit, në institut në ato 12 vjetët e fundit, jam marrë me tërë vendburimet e reja të zbuluara. Kam llogaritur rezervat, i kam mbrojtur në qeveri, sepse Komisioni Shtetëror i Rezervave drejtohej nga kryeministri dhe një sër ministrash që lidheshin. Kam kaluar atje dhe kemi bërë debate sherr, domethënë për tërë vendburimet e naftës. Dhe po flisni për Mehmet Sheun? Kryeministri apo Adi Çarçani? Adi Çarçani. Por Mehmeti nuk vilte vetë, megjithatë dërgonte zëvendësin, Adilin. Edhe kemi bërë debatet mëdha, po edhe me Mehmetin kam bërë debat dhe më kam mbështetur, domethënë. Ju kundërvu Prokop Murës dhe më mbështeti mua, po nëse kjo është tjetër gjë. Pra... Përse? Për këtë? Për Shpirakun, jo? Jo për Shpirakun. Tashti vim, unë e di se si është, edhe i njoh autorët, sot nuk jetojnë më, për fat keq, ishin më të rinj nga unë. Autorët e? Autorët e projektit Sjepuri 6. Cilët janë? Shqiptar? Shqiptar, një gjeolog mjaft i njohur, serioz, mjaft i përgatitur, që mbylli jetën e tij për fat keq në Amerikë, sepse mbetën pa punë, u prish ai institut që drejtonte tërë këtë punë. Me një vendim qeverie të qeverisë së Sali Berishës në 2006, u mbyllën të tëra institutet dhe ikën tërë specialistët e mirë. Hasan Bakia quhej. Dhe ndodhi, unë kam këtu shënimet që kam mbajtur kur jepte llogari Hasan Bakia, se pse pusi 6, pusi Sjepuri 6, nuk kishte arritur objektivin. Pse atëherë mund ta tregojmë? Patjetër. Gradualisht të gjithën se ju e dini dhe kaloni shkallën. Patjetër. Atëherë zoti Hasan Bakia ishte autori i pikës. Ai drejtonte shpimin. Ai drejtonte studimin që do të rezultonte ose jo me pikë
për kërkim. Do të thënë, pa shpuar, ti duhet të kesh një studim. Pa tjetër, ka një raport studimor që argumenton, janë ato 10 variablat që përmenda unë, që janë 10 variabla, që një nga një duen studiuar. Dhe autori është zoti Hasan Bakia. Drejtues i grupit të autorëve ishte Hasani. Ai ka folur ku? Ai ka folur në Këshillin Shkencor, na ka mbushur mendjen që në ky pus duhet shpohet, sepse shanset janë ato 10 variabla tregojnë që mund të marrim, mund të gjejmë një vendburim nafte. Nafte, po. Dhe ju mbajtët shënim? Natyrisht. Dhe çfarë shënime keni mbajtur ju? Unë kam, këto janë shënimet që mbasi rezultoi negativ pusi, që nuk e kapi strukturën, dhe sepse unë do t'ua them, e ka thënë vetë ai dhe unë e kam shkruar. Defekti ka qenë pikërisht e ajo doktoratura e atij sismikut që paraqiti këtu, dhe shiko, domethënë Sismika ka detyrë të jap një nivel. Edhe njerëz se nuk e kuptoj dot. Duhet pak a pak. Jo, ne do të shpjegojmë pak a pak. Po, patjetër. Zoti Bakia. Po. Ka dhënë garanci, është bërë projektin, është dhënë garancia që mund të shpohet. U pa në Këshillin Shkencor, kaloi në ministri, edhe u vendos shpimi. Dhe u shpua. U bë shpimi. Dhe nuk doli gjë. Nuk doli, jo, nuk arriti dot të kapte naftën në objektin. Dhe pastaj, ai foli përsëri? Ai foli është lutur që të shtojë thellësia e pusit, që të vazhdonte sepse të tëra të dhënat tregonin se ne ndjekim shpirtin. Që aty ka naft. Po, jo që ka naft, po aty do kapet një formë e caktuar që krijon mundësinë të grumbullohet nafta. Pra, problemi i parë është të kapim, i themin e kurth, mendoni një çadër. Do më thënë me formën e çadrës, nafta gjendet poshtë çadrës. Do më thënë, e çpoi pusin dhe nivelin për ta kapur këtë çadër, themi, ose këtë kurth, e kishte dhënë Sismika. Asaj i takon. Sismika? Sismikës i takon të jap nivelin. E kuptoj. Ashtu. Dhe pastaj, mbasi... Sismika gaboj? Sismika gaboj, keni këtu. Më gaboj Sismika. E thot ai? Po, e thot ai. Do me thënë, në momentin që u dështua ky projekt, ai tha, gabimi është këtu. Nuk ishte dështuar akoma, ishte duke vazhduar. Ai nguli këmbë që të vazhdonte shpimi se do ta kapim kurthin pak më poshtë. Dhe vërtet u shtua pusi. Nuk e kapi për 200 metra, nuk e kapi, u shtua deri në 1000 metra. Madje për ta shtuar mbi 1000 metra, duhet të ndërhynte zëvendës kryeministri Besnik Bekteshi, që sepse të lejoj që të thelloj akoma, sepse sonda nuk e mbante gjitha të peshë të instrumentit, nuk ishte për ato thellësi të mëdha, dhe rrezikoi të shëmbej edhe sonda. Do më thëtë t'i zinte punëtorët brënda sipërfaqes saj. Kështu që ndërhyri dhe ai, se u bë kështu kjo, fillimisht ra dakord ndërmarrja, ajde po ndërmarrja që çponte. Hajde se po i shpojmë 200 metra. Deri sa vajti puna që ky ngulte këmbë dhe sipas Hasanit ka mbetur pusi 50 metra mbi kurthin. Mbi 50 metra. Për 50 metra mund të vazhdoj. Dhe do t'u them edhe një gjë që më vjen keq, po për të kuptuar ju dhe populli, që do të na dëgjojë besoj, në një mbledhje me Pali Miskën, që ishte ministër dhe i lutet ministrit, dhe i thot, më jep 87-88, viti 1987-88, ju lutë më jep një mundësin të projektoj një pus tjetër për ta kapur më cekët edhe duke qarë. Kush? Hasani. Do më thënë, ishte aq i bindur që do ta kapte sa nuk dyshonte edhe premtoi madje edhe këtë, deri këtu arriti. Tha, në qoftë se nuk e kap, unë pranoj të varem në Talje. Do më thënë... Ishte i sigurt? Absolutisht ishte i sigurt. Nuk ja dhanë mundësin? Po se shteti kishte rënë, nuk kishte fuqi. Në 89-ën hynë kompanitë e huaja. Niko Gjyzari në atë kohë ishte kryetari Komisionit Planit Shtetit,
Ramiz Alia e thiri çfarë do bëjmë se ekonomia po ikën poshtë, edhe ai tha vetëm nafta na nxjerr. Dhe ju po të nxirrni nafta aty mund të kishit një... Absolutisht, po kështu ka ndodhur gjithmonë. Domethënë, ne kemi zbuluar mbi 20 vendburime, po jo me atë teknikë e teknologji. Po thash Mirë, se unë duhet të rikthehem me njëra atë. Gjeologjia e naftës dhe gjeologjia në përgjithësi është si gjuhë e nënës. Mund të vinë të huajt, janë gjitha... Po nuk e din gjuhën e tokës. Absolutisht. Atere. Edhe do dështojnë edhe kanë dështuar dhe do dështojnë. E këtë dua të kuptoj, që Asani, zoti, ai dështoj, mund dështoj për shkak të... Pse dështoj, doni të dini, ja do t'u a them unë. Shikoni, kjo është, me shkrimin tim, është letre kavajës, se s'kishim letrën me kështu, ishte letre kavajës, edhe është e shkruar... Po, pa tjetër. I përket një kohë tjetër dhe një... Mund të lexoni, po të doni. Kam të vështirë, me gjithatë ju shkrimin e keni shumë të mirë. Pra ju keni mbajtur shënim... Shënime, duke folur ai. Ai fliste në Këshillin Shkencor dhe unë shënoja cilat ishin defektet edhe problemet. Kështu që, domethënë, çfarë ka ndodhur? Kam pasur fatin të merrem e të studoj hollësisht rezervuarët. Për fat keq, mua më thoshin, duke qenë se kam pasur një përvojë shumë të madhe në shumë fusha të gjeologjisë naftës, më ngarkonin me detyra ekspertësh për t'i dhënë përgjigje me urgjencë gjërave, edhe thoshin doktori urgjencës. Edhe në këto punë, në këto lloje punësh, më ngarkuan për studiuar kolonjën e Lushjes, bubullim kolonjë, në vitin 75 që s'kishin ku vinin sondat, se sa po ishin dhe bërë aktivi naftës, ishin arrestuar gjeologët më të mirë që kishte ai institut, dhe sondat ishin pa punë, sondat e kërkimit. Kështu që njëri nga gjeologët tanë projekton një pus aty në kolonjë të Lushjes, që për çudi, sa për të prishur punë, dha një kolpo të madhe gazi dhe nafte. Për të prishur punë? Ja si ndodhi shumë keq për të dhe për ekonominë. Mirë po, Pali Miska ishte ministër në atë kohë dhe vinte në Lushje, se kolonja ishte e Lushkjes. Merte dhe Lenka Çukon, që ishte sekretare e Komitetit Partisë dhe antare e byros politike, dhe të dy vinin asistonin, ishin aty. Dhe e kapën autorin në momentin që ai pusi shpërthente. Dhe me atë zërin e trash, e trupin e madh Pali, si që ishte ashtu, i thot autorit, më dhe të ku duhet të shpërndajmë sondat ashti. Edhe ai i zën ngusht, hap kratë, edhe dridhet e për dridhet. Do më thënë kështu edhe një të marë sondat të tëra me urdhër, erdhën aty shumë sonda. Filluan të shpojnë negativ. Alarm, urgjent, edhe unë ngarkova për ta bëra të zgjidhura pse ndodhi kështu. Edhe i spjegojmë, u bëj spjegimet, nëse, dhe vjen Pali tashti për të kërkuar llogari në institut në mbledh në këndin e kuq, sallë e madhe, edhe sa ulet aty te tavolinë e presidiumit, thotë është filani këtu me emër, u quaj shkreti, ishte autori. I thotë si që kishte, ku i ke rezultatet, që në hape kratë, ashtu. Edhe pse nuk dhanë puset, e thotë, ti nga tregove që do kishte këte, edhe e thot, nuk e di unë, është ngarkuar Gjergji për t'i dhënë përgjigje këtij problemi. Dhe, është Gjergji këtu, po, ati edhe të qohem unë. Pse, thot, nuk edhe i shpjegova me gjëra që mund t'i kuptonte ai. Edhe filloj me të talur edhe me këshucianizëm, dhe ti qenë kërke për të lidhur buzën, për të varrosur. Do më thënë, se unë thosha, lani duart. Ikni, mbylleni. Po kjo më bëri që të bëj një zbulim që puset që shponim ne duhet me do mos do të kalonin një farë trashësie, shpimi,
150-200 metra, dhe pas asaj fillonte prodhimi, do më jepte naftë pusi. Kjo solli një, do më thënë, puset të gjithmonë tash i shpoheshin poshtë nivelit 150 metra të kurthit. Dhe shikoni çfarë ndodh. Këto puse kanë shkuar, nuk e di... Duket, po. Kanë shkuar deri në thellësinë 6.000 metra, 5.500-600 metra. Ne, gëlqerorët tanë që shërbejnë gurë themeli, për të qenë më i qartë, që janë këto gëlqerorë, gurët e themelit që janë përdorur për ndërtimin e shtëpive, ato janë gëlqerorët, ato e mbajnë naftën, janë të formuar në thellësi të mëdha. E ka miratuar këtë studim, do më thënë këtë ide të këtyre gëlqerorëve edhe të huajt. Unë këtu kam materiale nga Enzo Zapatera, është një nga studiusit e huaj, që ka thënë në këtë zonë, në zonën jonike që i themi ne, gëlqerorët, ja ky është, Enzo Zapatera, kjo është një revistë amerikane, APG, Amerikan, është revista e geologëve të naftës të Amerikës. Dhe kur isha në fakultet, isha i abonuar dhe e merja çdo muaj, për ta kuptuar. Kjo është këtu. Do më thënë, takojnë këtu dhe këto janë gëlqerorë të thellë. Nuk mund të mbajnë naftë në ato thellësi të formuara. Sqepuri 6. Vim të sqepuri. Pse dështoj aso kohë, pse dështoj tani? Atëre, të huajt Petromanasi shfrytëzoi ato studime që kishin bërë ne, e shpoi pusin, përdori studimet po doli, absolutisht po. Por nuk dinte që do të ishte kaq thellë situata e para. Po pse ju thoni që në kohën tuaj për 50 metra mund të arrinit suksese? Po ashtu. U lëviz pusi. Shikoni sqepurin 6. Po. U lëviz pusi, Nuk u shpua në të njëjtin vend? Jo, sepse edhe vetë Hasani më tha tani e di se ku i kap më cekët. A duhet të shkonte diku tjetër? Do ikte më në lindje dhe jug lindje. Por ai s'u lejua. Ai nuk u lejua dhe iku. Pastaj kur tuajt erdhën, nuk e përdorën studimin e tij? Bën punime ata dhe e saktësuan vendin. Po jo thellësinë. Nuk e saktësonin do thellësinë. Nuk e saktësonin. Dhe vazhduan shpimin dhe njëshi. Po shikoni, ka dy lloje. E shikoni, këtu janë dy male njëri mbi tjetrin. Fakti që janë dy male njëri mbi tjetrin e bën jashtëzakonisht të vështirë shpimin. Do më thënë, të shposh në gëlqeror është një lloj sikur të shposh një herësh dy struktura. Ato të dyja janë njëra mbi tjetrën dhe rritet shumë vështirësia e shpimit. Petromanasi, para se të bënde shpimin, unë thash në 2001-shin, Occidental Petroleum shpoi pusin e parë, Shpiragu 1. Pra, kaloi nga emri Sqepur, kaloi në Shpiragu 1. Dhe mori po të njëjtën situatë, po të njëjtin prodhim, dhe e nxori do më thënë, e reklamoi dhe tha, në revista botrore, edhe tha, nga Shpiragu 1 në Shqipëri, se fillon dhe Shqipëria me A, ishte i pari, në revistën e 2001, e kam këtu, po s'kemi kohë ta gjerim, u muarën 1.000 barela naftë. 1.000 barela naftë bënë 160 metrë kubë. Naftë e letë. Por, u zgjat shpimi aq shumë, se thash të shposh 2 për 1, aq sa kostu e shpimit ishte shumë e lartë dhe ardhja ishte shumë e vogël.
Ashtu si ndodhi tani, me të tërë puset e tjerë. Po. Atëre, ata që bën e ndërpren punën dhe thirrën një grup specialistësh të huaj, edhe thanë, studioni tani, pse kjo strukturë që ne e kapëm në këtë thellësi, nuk dha. Çfarë cilësi ka ky rezervuar, ky shkëmb, që nuk e dha atë gaz edhe naftë që kishte. Dhe e bën studimin, dhe e paraqitën, unë e kam këtu. Se thash, unë nuk do ta shpoja, nuk do jepja. Pos, ja ku është. Ky është artikull i botuar nga ata autor, evolucioni i çarjeve dhe kontrolli i tyre në hapat e fluideve, në rrugën e fluideve. E me radhë, është këta thonë që mundësit, ajo situatë është normale për këtë strukturë, për këtë vend. Pra, tërheq vëmendjen ky studim, edhe thotë, po të njëjtën gjë keni për të marrë në tërë këtë strukturë. Dhe Oksi ngriti plaçkat edhe iku. Tashti u fut një që janë futur kot, domethënë i pari ishte në 94-ën, e ka thënë ky italiani Zapatera që këtu është shumë vështirë të marrësh naftë. Ka bërë dhe hartën. Do thënë naftë ka, po se vlen Baraqerani. Eksakt. Shikoni. Ja ku jemi ne, ja këtu është zona 10. Ai ka përcaktuar zonat me naftë dhe thotë është naftë trash. U bën 2. Veç përvojës tonë që ishte në themel, do më thënë që unë thashë nuk kishte gjë. Po mirë, ju nuk thoni që nuk kishte gjë. Ju thoni që ju e mbyllët... Nuk merej do. Dakord, po ju e mbyllët, dhe kur ju e mbyllët, a i kishte siguri. Njeriu që studioj kishte siguri. Apo ju mendoni që siguria e ti ishte... Ishte për thellësimet vogla siguria e tija. Sepse kaloi thellësia mbi mundësi. Do me thënë, ju mbasi e dëgjuat atë njeri dhe mbasi morët këto të dhëna, mbasi rrët të dhëna, ju ishit që ajo të mbyllej. Kur u kap në thellësi të tilla, 6.000 metra, po thuaj në të tërë puset, 5.500, 600, atëre u duk që kishte presioni pesha e shkëmbivemi të ishte aq e madhe, sa nuk i jepte mundësi naftës të lëvizte. E para. Dhe kur thët ishte pa dobishëm që krionit ju? Do më thënë, nuk mbante naftë të shfrytzueshme. Kështu duhet thënë. E para. Do më thënë, unë u tregova tashti që vetë rezervuari ka pasur të dhëna që shumë shpejt, para se të fillon të Oksi madje. Se Oksi mbarojnë 2001-shin. Unë thash 2004. 2004 e tjera. Tere, përvoja tonë që ata s'na pyesnin fare, s'na ka pyetur, dhe unë thash do dështojnë, kam thënë që do dështojnë sa herë të futen e të mos marrin mendimin tonë. Se mund të merrin në fare mirë mendimin tonë, ose të na thoshin, shiko, ne duam një grup gjeologësh shqiptar që të na përcaktojnë ku mund të gjejmë, si mund të gjejmë. Nuk bashkëpunojnë fare, punon e vetë. Na kanë konsideruar. Shiko, kur dalin këta drejtuesit e administratës federore dhe këpusin broçkulla, atëre ai huaj mendon, po ky i madhi fare, broçkullit, po këta tjerë që nga në kështu, se s'mund ta mendoj që të kesh, ne kemi mbajtur, kemi bërë ato zbulime, do më thënë thashi, ai s'pyet fare, edhe këput broçkulla, tu tregoj konkretisht se çfarë është thënë, është për të qeshur, edhe i mbledh ca kokë tunca, që tundin kokën, se unë shof në njëri të njohur, në atë njerës që mbledh atje, nuk njoh asnjëri. Unë kam studentët e mi që më ngrejnë supet, edhe mund t'jenë bërë 1000 studentë, do më thënë, që për ato 27 vjetë që kam punuar unë në... Edhe... Kështu që... Kokë tunca, kjo është e keqja e ndryshimit do më thënë... e përdorimit e njerëz, e talentit njerëzor, do më thënë.
duhet mos kesh koktunca kur bëhet fjalë për pasurit madhe, cilat të shpëton ekonominë realisht. Veç edhe një moment tjetër, që e keqëson situatën. Shikoni, në vendin tonë, janë dy formime, si thua që dy mundësi të lëvizjes të formimit dhe të lëvizjes naftës. Shikoni, fillimisht është formuar nafta. Është formuar naftë. Ajo naftë, formohet nafta, ajo naftë lëviz, me që është me let nga ujë, lëviz është si vaj, lëviz brënda për brënda shkëmbimeve, në për ato bëshllëqet, qarjet, dhe zë vëndin më të sipërm, deri sa mbetet nën kurth, ose në çadër, po për ta kuptuar tërë. Pasandaj, mbasi zë vënd nafta, po nafta është naftë e trash, naftë viskoze, i themine. Nafta e lehtë formon molekula të neutralizuara, ndërsa nafta e trash formon micela në trajt shkopi, si magneti. Në një krah është ngarkesa pozitive, në krahun tjetër është ngarkesa negative, dhe kur hyn në shkëmb, ngjitet pas shkëmbit, nafta tonë ngjitet pas shkëmbit dhe nuk shqitet. Do me thënë, kur vjen gazi kalon për naftë, dhe zë pjesën e sipërme dhe shtyn naftën poshtë. Kështu ka ndodhur në të gjithë vendburimet tona. Jo, dua të ndaloj te ky vendburim, sepse dua të kuptoj logjikan. Po. Shpiragu pra të gënjen. Po, absolutisht. Për shkak të thellësisë. Dhe kur është gënjur shelli, pse të mos gënjehet dhe ministria Balluku? Po. Me pak fjalë. Thënë, por tjetër gjë shelli nuk foli, Balluku foli. Këtu është ndryshimi. Tani unë dua të vi edhe një herë në kohë. Patjetër. Shpiragu nuk duhej prekur, sipas jush. Mbas kapjes edhe përvetësimit pusit Shpiragu 1, të tjerët kanë hyrë gabimisht. Gabim. Domethënë Shpiragu 1 është okay? Dhe ti nuk duhet të vazhdojë më. Absolutisht. Ai kanë thënë Shqepuri është Shpiragu 6. Shqepuri. Dhe aty kishte pritshmëri më të mëdha. Sepse ishte më cekët. Dhe me që ishte më cekët, nuk ishte peshë aq të madhe sa dy vendburime. Shikoni, këtu është një grumbullim, këtu grumbullohet. Shikoni tjetri, pusi, shikoj një tjetri. Pra pusi çpon njerë këtu, me shumë vështirësi, dhe pastaj hyn në tjetrin. Është shumë vështirë. Po ti ishte këtu, ne vendburimet tona nuk I kemi në thellësira kaq të mëdha. Është e pamundur. Mirë, vetëm një gjë që nuk po arrit ta. Është e vështirë, po. Jo, nuk është e vështirë fare. Jo, është e vështirë. Vazhdoni. Unë jam gati të përgjigjem për pyetjeve tuaja. Dua të kuptoj rrjedhën logjike. Pra, ju në vitet 89 thoni e lëm këtë, e lëm se s'kemi para apo e lëm se s'ka shans? Jo, e lëm se s'kemi para. Në rregull, mirë. Atëherë çdo njeriu që shpoj më vonë ka të drejtë të shpoj, sepse e kuptoi që aty ka, po ju s'kishit para. Pra të gjithë kanë të drejtë që e provuan deri në fund. Se ju mendoni që s'duhej? E provoi dhe Oksi 1, Occidental Petroleum, që në vitin 2000-2001. Kush e bindi shellin ta blej, se nuk mund të vi shelli kot, nëse s'kash. Shiko, ju bëni një kapërcim pa dashje. Jo pa njohuri, jo pa dashje, sepse unë nuk e di linjën logjike. Po patjetër. Bëni një kapërcim. Nuk u fut shelli që në fillim, është futur Petromanasi. Dhe Petromanasi e zgjati shumë, nga 2006-2007, 2010-2011 filloi të shpoj ngjitur me pusin 1. Fare ngjitur me pusin 1, me idenë që megjithse e kishte rezultatin negativ, të themi, që nuk kishte sasira, çpoi pusin 2, po e njëjta histori. E la pusin 2 dhe ulet çpon 17 kilometra në jug, në Molisht. Atje doli bloft, pusi Molishtit, shikoni, ka kaluar këtu gëlqeror, gur themeli, që e themene,
pak të buta, shikoni se si është, ka kapur vetëm një cep, dhe nuk vleti, i ku bosh. Po kjo nuk ishte struktura e Shqepurit, ishte një strukturë tjetër. U kthye përsëri mbrapsht dhe vazhdoi pusin mbas dyshit, vazhdoi treshin. Do me thënë, ajo vërtetoi, Petro Manasi, vërtetoi që pusi 1 me pusin 2 ndodhi e njëjta gjë. Do me thënë, nuk justifikoj. Pra pse erdhi Shelli, kur këtu djej, kur po fliste vetë pusi? Tashti, para se të demit e Shelli, Petro Manasi, kini parasysh. Kompania e parë ka qenë në Zvicër. Deg, Petro Manasi, Deg e Manas Petroleum, që kishte interesat tjera. Dhe qarë 4 herë është ndëruar kontrata, sepse e shikonte që nuk kishte gjë. Unë nuk e kuptoj se si ka hyrë Shelli dhe cila ka qenë arsyeja. Unë edhe sikur, se nuk ndodhë, po sikur pistoletën të më kishin vënë, absolutisht se do thoshe do të shpohet. Në qoftë se ju do pyeteshi, do me thënë, ju do thoshe të mos vazhdoni? Jo, absolutisht, jo. Sepse kam argumenta... Po pistoletën se avuri njëri, po kur dëgjuat kryeministrin që tha që do ndodhi kjo, pse nuk folët ju? Kam folur. Folët? Po. Ku folët? Në një nga televizionet. Jo në televizione, i shkruhet ministrit, i shkruhet kryeministrit. Sa e dëgjoj ministri dhe kryeministrit. Ministrin, se aji është përgjegjësi direkt. Gjiknuri, pas e Balluku ishte në ato. Patjetër. Do më thriste. Jo, nuk të thrasi se të gjënë televizor, se ministrin nuk shkon televizore tani. Të themu se nuk po të thëret se të pagë. Është shkruar, nuk e kam shkruar unë. Jo, se ka diçka që nuk shkon, edhe tek ju. Ju keni siguri, keni dokumenta, dhe nuk lajmëroni. Ju e mendoni edhe me të drejtë që kjo qeveri ka qenë e interesuar shumë për zbuluar naftën. Çdo qeveri? Jo vetëm kjo? Jo. Nuk e gjenë dot këtë interes. Ku ta gjesh? Se kuptova? Nuk e gjej, nuk e justifik, nuk e gjej dot gjekundin në veprimet e kësaj administrate. A kjo qeveri nuk është e interesuar të gjejnë? Absolutisht. As kjo, as ajo që ishte më parë. S'kan interes? Absolutisht. E kanë hequr. Ju keni shumë të drejtë të mos besoni. Sepse askush nuk beson që të kesh një pasuri të tillë dhe ta braktisësh, ta lësh në rënje të lirë.